Gjykata e Elbasanit ka vendosur sot masën më të rëndë të sigurisë arrest me burg për Gjino Agon, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në ekzekutimin e biznesmenit Mondi Mëhalla. Ngjarja ndodhur në 30 nëntor. I njëjti vendim është dhënë edhe për Kujtim Pishën, roje karburanti, i cili përballet me akuzën e moskallëzimit të krimit. Seanca gjyqësore u zhvillua me dyert të mbyllura dhe zgjati mbi 2 orë. Gjatë saj, palët u njohon me aktet e dosjes dhe në dëshminë e personave të marrë në pyetje nga grupi hetimor. Burimet nga salla e gjyqit bëjnë me dije se një element kyç në hetim është automjeti i përdorur ditën e vrasjes, një makinë në pronësi të kompanisë drejtuar nga vetë Mëhalla dhe Ago, e cila sipas akuzës ishte dhe në përdorim të personave të tretë. Në këtë kontekst, është vënë re edhe deklarata e familjarëve të viktimës. Ata kanë theksuar se dy familjet, Ago dhe Mëhalla, kanë pasur marrëdhënie të ngushta miqësore, një pretendim të cilën kanë përsëritur edhe familjarët e Gjino Agos jashtë ambienteve të gjykatës, duke hedhur poshtë çdo dyshim për konflikt mes tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja e Kujtim Pishës kërkoi vlerësimin e arrestimit si dhe mosvendosjen e masës së sigurisë, një kërkesë që u rrëzua nga gjykata. Avokati i tij argumentoi se në momentin e ngjarjes Pisha ndodhej duke konsumuar darkën, gjë që sipas mbrojtjes vërtetohet nga mungesa e tij në pamjet filmike të kamerave të sigurisë që kanë fiksuar territorin përreth. Ndërkohë, hetimet për vrasjen e biznesmenit 43 vjeçar vijojnë. Të shtunën pritet të dalë nga gjykata për mas sigurie një tjetër i dyshuar, Nevzat Spaho, i akuzuar si autori i ekzekutimit. Dy persona të tjerë, Marcelo Arani dhe Armando Kolar, banues në vijojnë të jenë në kërkim nga policia si të përfshirë në ngjarje.